Mikena, pse ma kanë kaq shumë e natin? Mike dashur, zakonisht nuk ju kthej përgjigje këtyre pyetjeve, por mundem të them që sidomos kultura jonë, Shqipëria, Kosova, Tetova, Maqedonia, ku ta dion, vendet e tona të Ballkanit, ne jemi shumë të fokusuar se si dukemi, çfarë thojnë tjerët për ne, apo sidomos për shembull kur na shef dikush dhe imi shëndosh një 2-3 kile, na thojnë wow, sa i shënosh, çka ka ndodhur, çka ke bu, kurse kur do psohemi një 10 kile nuk na e vjen re fare. Po du me thonë që të lutem, shumë rëndësi ka ai fokusi jot se ti ku e çon. Dhe sa herë këto gjona që të ndodhin apo këto situata më mirë, ti duhet me e pyet veten tone se çfarë po të prekin. Unë kam përmend shumë mentorin tim, Robert Betz, dhe ai thot ato njerëz që ti prekin ato pullat e tua, do të thënë ato pullat, ato ndjenjat e tua, ato po duan me tregu ty ato gjona që ti akoma nuk i ke shëru. Dhe ne të gjithë jemi angel, ai thot, por këto janë angel që ne i quajmë angel të këqinj, sepse ato neve po na i prekin ato ndjenjat e tona, po na inatosin. Prandaj, nëse ty të bën shumë merak se çfarë thojnë tjerët për ty, pyet veten pse kjo po të pengon kaq shumë. Pse të pengon ty se çfarë thojnë tjerët për ty? Shikoni, unë kam përmend edhe në videot e tjera thonjen e babit tim që unë e du shumë, dhe është një thonje që përdoret edhe në Shqipëri, besoj edhe në Kosovë, apo edhe në Turqi, shoqja ime më ka treguar që është një thonje që përdoret. Fjalët e njerëzve, gojët e njerëzve dhe birat, vrimat e gardhit nuk mbyllen kurrë. Prandaj fokusohu tek jeta jote, fokusohu tek atë që ty ta don zemra dhe shpirti, dhe lej të tjerë se çfarë thojnë. Dhe nëse po të prek aq shumë, atëre puno me veten dhe shikoje se nga të vjen kjo bindje dhe pse ti e ke këtë bindje. Të tjerat po na pasqyrojnë neve vetëm ato gjona që ne akoma nuk i kemi shëruar. Kjo është e gjitha. Ju përshëndes.